Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, priti në një takim zyrtar drejtoreshën e re ekzekutive të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Adela Xhemali. Gjatë takimit, guvernatori Sejko prezantoi zhvillimet kryesore të ekonomisë shqiptare, duke u ndalur në ecurinë e aktivitetit ekonomik, situatën financiare dhe perspektivën e tyre afatmesme. Në kuadër të përgjegjësive të Bankës së Shqipërisë në fushën e mbikëqyrjes bankare, guvernatori Sejko u ndal te masat dhe ndryshimet e fundit rregullatore, të ndërmarra me synim forcimin e mbrojtjes së konsumatorit dhe rritjen e transparencës në marrëdhëniet ndërmjet institucioneve financiare dhe klientëve të tyre. Palët diskutuan mbi zhvillimet që lidhen me ndërveprimin në rritje ndërmjet sektorit bankar dhe atij jo bankar, në kushtet e krijimit dhe konsolidimit të grupeve financiare me veprimtari ndërsektoriale. Në këtë kuadër, u theksua rëndësia e shkëmbimit të informacioneve lidhur me metodologjitë e përgatitjes së të dhënave statistikore nga dy institucionet, si dhe forcimin e koordinimit mbikëqyrës, me qëllim identifikimin dhe adresimin në kohë të rreziqeve potenciale për stabilitetin financiar. Në kuadër të procesit të integrimit evropian, palët nënvizuan rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm ndërinstitucional për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga negociatat për kapitujt e Acquis Communautaire. Në përfundim, guvernatori Sejko rikonfirmoi angazhimin e Bankës së Shqipërisë për një bashkëpunim të qëndrueshëm dhe efektiv me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, si dhe për mbështetjen e vazhdueshme të stabilitetit makroekonomik dhe financiar të vendit.